Këtë po kuptoj që ti po hamënson që unë bëhem gjeloze për Jozin dhe mua më shkëlqejnë sytë kur shikoj Jozin. Këtë po thua? Apo jo, Gerta Gixhari? Ty të bezullojnë sy tek Jozi, ke mendje vetëm tek Jozi, shikon vetëm Jozin, i ngjitesh vetëm Jozin në shtëpi, sikurse e kam thënë që në fillim, që sa ke ardhur je ngjitur atij djalit. Shumë e thjeshtë. Pastaj Jozi të refuzoi, sepse shumë mirë do të refuzoi, se si je ti për ato. Ti si je për një lidhje, kupton se je problematike. Dhe nga që je person problematik, a i të refuzoi dhe unë gjitë pastaj Gjibani, pastaj unë gjitë Laertin, pastaj bërë një soditje tjetër, fillove prap, stopove i herë se s'dije që atë bëje në përshpi, bërë shpifje për mua, që të dilje nga situata jote në shpi, dhe tani të vjen droni dhe bashkosh prap dhe Laertin. Te filxhani jot imagjinare. Shikoj ti. Prandaj themu që je soditse në shtëpi. Si do më shkoj Fati me Jozin? Ti je soditse. Si do më shkoj Fati me ty? Ty me Jozin. Ha, shikoj çik. Ti do vdesësh për Jozin. Do vdesë? Po, se s'ta thënë Laerti që tjetër. Po mbaron ta përplasësh njërë pas muri, ta ka thënë Laerti këtë. Mos harro. Vazhdo tjetër. Jo, po ta kujtoj. Laerti që ke sot në krah të ka thënë. Dhe jam shumë krenare. Të ka thënë që është gati ta marrë Jozin ta përplasë pas muri. E kupton çfarë fytyre ke ti? Për Laert Vasilit. Dhe unë kam shprehur pëlqimin për Laertin. Dhe e pëlqen për Laertin. Pa fund Laertin. Po ku e ke ti pëlqenin për Laertin? Ti atë, ti ke ndjenjat tona në dorën tënde. Moj, si moj.